Ju përshëndes gjithëve, ndodhemi në Bupq, aty ku ka ndodhur një përmbytje. Shikoj se çfarë balte dhe çfarë lluci ka ndodhur. Është pikërisht këtu njësia administrative e Bupqit, ku është bërë një investim me paratë e tërmetit që janë mbledhur nga taksapaguesit europian dhe botror dhe kanë mbyllur gjithë kanalet, njoftojnë banorët e zonës se nga ata e kam denoncimin dhe shikoni se çfarë lluci dhe çfarë domi ka bërë. Kjo është qendra vullnetare ku ne kemi shërbyer për tërmetin, ndërkohë i gjithë problemi janë banorët që shiko po punojnë tani dhe kjo nuk ndodh sot për herë të parë, kjo ka ndodhur vazhdimisht. Ka të paktën 2 vite që janë mbyll kanalet atje edhe gjithë ky ujë dhe lluc vjet nga pjesa e mazhes edhe në biznesin tuaj. Ky është skandal shumë i madh për pamjet e banorëve të cilët po punojnë tani këtu edhe për me heq llucin. Jemi në rrugë kryesore, këtu të ngel kpuca në lluc. Nga diskutimi që kam pas me banorët, më thonë që këtu në këtë territor këtu, ku është vendosur edhe qendra administrative e Bupqit dhe janë një pjesë e mirë e shtëpive nga tërmeti, ka qenë një pru. Pru i vinte nga pjesa e mazhës madhe dhe gjithmonë historia e këtij proji ka qenë që sillte me vete edhe dhe këta tani çka kanë bërë? E kanë marrë komplet këtë prua dhe e kanë fut poshtë këtu dhe është bllokuar totalisht. Për këtë fakt gjithmonë ka përmbytje. Tani banorët më tregojnë që janë sa herë bie shi është e njëjta histori. Prandaj kanë diku të 2 vjet që janë përmbyt rreth 15 herë dhe kanë këtë gjë. Ja shikoni këtë këtu.